një telefonat, një komshie që ka qenë tu përballë nesh sipër, pas kanë gjuh fëmin tu qa. Ta qante fëmia se unë i jepsha gji me shtrydhje, me pomë. Mas pak minuta shtirin burrin e thon, ja kanë heq fëmin se nuk ngjomi ja boje kote kokës. Të më thëmë, trosh ti s'ke ta pa ma, po s'na ngjove ne, ti s'ke për të pa ma fëmin desa të bët fëmia 18 vjeç. Jam emocionume me fol, jam plot më Odeta, më u shpreh. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim, ne do shkojmë në Itali, do lidhemi me një nën, e cila ka shumë probleme pasi ka humbur djalin e saj. Pas një konflikti që mund të ndodhur në familje, shërbimi social shtetëror ka shkuar dhe ja ka marrë djalin vetëm 8 muaj. Por se çfarë ka ndodhur me detaje, do të jetë pikërisht Elona Derdeshi, e cila prej shumë vitesh jeton në Itali dhe do rrëfejtë historinë me shpresë që zëri i saj të dëgjohet. E hap dritarin dhe e ftoj më një herë këtë nën. E dashur Elona, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Më ke telefonuar, më ke dërguar mesazh për problemin që ti ke për sa i përket një fëmije. Nuk është vetëm si i thon një fëmijë, se s'është fëmia e tjerëve, është fëmia ime, ma kanë heq për dursh, si nuk kam llafe, nuk di si të përshkruaj, me forcë, sikur unë du një vend tjetër, me forcat e rendit, ma kanë tërheq tamam si me qenë një njeri. E dashur Elona, ti aktualisht jeton në Itali? Jam për momentin, po. Në çfarë vendi të Italis? Jemi bashkë në Pioltello Milano. Po, çfarë ka ndodhur me fëmijën tënd? Si ta kanë marrë? Atëherë, në një ditë mëngjesi, pa dashje, do me thënë, pa e ditë se më vjen dikush, se më vjen dikush ke dera, jo se pa dashje, po pa e ditë, si me thënë, me vjen tak me trokasin, gjesun sa isha këtu nejt me imbirë, halas ishim zu nga gjumi edhe me burrin, edhe bje dera dhe unë qo me vrak për hap derën me fëmijën në dorë. Kam 5 vjetë që më sërëllastin derë të më qu këtu më vend, asë në Shqipëri nuk më kanë qu me fëmijën të më qu me për televizore, në për dyrë. Elona, më lejo të bëj pyetje që ta kuptojmë qartë historinë. Ju prej sa vitesh jetoni në Itali? Vallai kam në 2016. Ju jeni martuar me shtetas italiana apo shqiptar? Po, me një tuaj. Mund të pyes si ka qenë nuja, si u njohe me këtë shtetas italian? Ma bëri në fakt halla ime, hyri shkesa jo, na njofti, u lidhe me telefon, pastaj me kamera, pastaj direkt, pastaj vi unë këtu, pastaj masi bëmi fejes të vogël vjen ai në Shqipëri, bëmi martesë të vogël me pak familjarëve të me njerëzit e afër babaj që kisha këtu, me kushërira, edhe kaq, do me thënë. Pastaj mas 2-3 vite shumë bëj fëmin, edhe gjindëm nuk i kam prindrit e burrit, as njerin as tjetrin më i shoqe, edhe tim në këtë situatë është skandaloze për mua, është një bombë. Për çdo njeri që është pa hëngër, që të vinë njerëz që nuk janë kompetente dhe nuk ka lidhje, kam përshtypjen me shtetin, unë e kam shumë pasur fjalorin tim për shkak të mësimeve që kam marrë vendin tim në Shqipëri. Vi gjendën në një situatë me njerëz që nuk merren vesh, unë me vërtet nuk flas mirë gjuhën e tyre, po arrit të komunikoj mirë sa për të kuptuar këta gjuhën e vet. Gjendëm në një situatë që unë me njerëz kështu me rrethojnë forcat e rendit këtyre dhe më shënje një strukturë ku kishte fëmijë tjerë dhe gra, nëna me fëmijë. Më çojnë aty më mbajnë 2-3 ditë. Elona, të lutem që ta them qartë. Juve kush ka marrë fëmijën? Shërbimi social shtetëror aty në Itali? Bravo, to i thon shërbim social, po shërbimi social me sa kuptoj unë për 30 vite në Shqipëri vetë, me gjitha të gjë, ata të vinë të ndihmojnë, nuk vinë të marrin fëmin. Unë gjendem në një situatë komplet out. Elona, shërbimi social ka për detyrë që jo vetëm të ndihmoj, por në momentin që shikon që një i mitur është në rrezik, ja merr prindërve. Çfarë ka ndodhur në familjen tënde që ty ta ka marrë shërbimi social?
në rrezik kur nëna është e rrezikshme më shoqe. Edhe unë këtë kuptoj shumë mirë, po do me thënë që ato duhet kontrolloshin, vërgoshin, ta shifshin historinë. Ato as lexu se kur kam lindur, unë as nga vi fare. Edhe më qojnë ati për 2-3 ditë, si që thash. Po, pse Ilona, të lutem, se unë këm gull. Kush e njoftoi shërbimi social të vinte tek ju? Do të thotë çfarë ka ndodhur se shërbimi social nuk vjen kot. Bravo, një telefonat, një komshie që ka qenë këtu përballë nesh, sipër, ka qenë një kat më sipër nga ne, pas kanë gjuh fëmin të qa. Edhe unë e shkreta qante fëmia se unë i jepsha gji me shtrydhje, me pomë, nuk i jepsha do shpejt se nuk merte, kisha ka 5 litë gjoksit vegjel. Fëmia, edhe unë dosha me shtrydh, pa i qante, sa shtrydhsha unë qumshtin qante se kishte uri, edhe ndërkohë që shtrydhsha qante, ajo, imagjino unë trajtoj kesh fëmine që kam bo për kocash. Edhe këta vinë me vrap, kemi një telefonat që kjo trajton kesh fëmin. Edhe unë ja u shpjegoj, me i fëmim dori, se jo me i shoqe, nuk është e vërtet. Unë e kam fëmin e parë dhe me sa kuptoj unë, me sa ne jena rrit shumë fëmi i bashkë, jam rrit familjet madhe, unë ka që kam arrit me kuptu nanën time se si rritën fëmit. Po. Përveç shkollat. Edhe këta nuk duan me ngjuas, nuk deshen me ditë fare se ka vijas me të pyta, je shqiptare të paktën, as i pyetje nuk ma kanë bë, me thënë. Se disim kanë konsideru, me thënë drejtën, se kisha menen ke mbirë, mu me hy një tromaksi, se kur këtu në shtëpi, në fakt me marrin me gjithë i mbire dhe me nxjerrin poshtë rrethum nga këta. Por bashkëshorti juaj. Por bashkëshorti juaj që ishte shtetas italian, si reagoi në gjithë situatë? Që thas fliste fare. Asi gjë veç thoshte, shkojmë, me që janë të kërku me shku atje në komunë, ne shkojmë, na qojnë para në komunë, edhe këti thonë, ti duhet rish tuk, jo duhet shkoj me këta njerëzit, forcat e rendit duhet shkoje në një strukturë gjasme. Me punojësit, e shërbimi social, po? Po. Edhe këte lejnë aty, më falë, ma të poshtër nuk ka, se po e them dialekt shqiptar, më qojnë aty, e lejnë burin aty që mos të më gjejnë ma këto, si të më zeshin dikun vetëm, më qojnë me femra mëjnë makinë, edhe nuk më leshin me dhanë me pi qunit, nuk më leshin, unë i thosha, po nale makinën, se nuk është të rrezikshme që dikush e guidon makinën, i jep do me thënë jep makinën, se unë që me ama jep me pisë, ishte të qa. Këto nuk e nalun makinën, po ndale një më makinën se po më qanë fëmija me zërë e nalun më mas nuk di e kishin bon një orë rrugë. Mas një orë e gjithë se na kanë qu largë. Me lanë burin, me morën vetëm me gjithë i mbirë, me fëmin. Unë se mora veshë po bohej aty se më kap një konfuzion, si do femër me i fëmit vogël në vend hujt, të thënë ku djallin po më shojnë. Është pak e çuditshme e gjithë kjo situatë që pa ndodhur asgjë në shtëpinë tënde, të vi shërbimi social, të marri ty me fëmijën. Bravo. Unë e kuptosha se vish në i gjonë, në i kurth. Si kur thoshte baba im është një trapula për mirë thash, një trapula për me shmen bin, me ma shmen min. Ti mendon që ku dyshon ti se kush ta ka bërë të gjithë histori? Motiv më i shumë, pa një motiv se fëmija duhet kishte ne falë për shprehjen se biri im, duhet kishte ne dorë, duhet kishte ne kam që e trajton nana keq, tash si e trajto kam keq, se duhet ke dalish në një konkluzion. Edhe më qojnë atje ke kjo struktura, mas i gjej këto fëmit na japin me hangër kështu si me qanë të udhën, o zot na falë ca gjillë, ca gjona, si me qanë të udhën. S'mune me i përmen që ato lafe. Edhe unë më thonë me i shku me i boj eko fëmisi, se s'ka mundësi se është 8 muaj fëmija me boj eko, si do me qanë unë rezistoj shumë aty, thëmë,
e pamundur. Me që jam e ama, kam drejtat e mia mbi mbir, edhe rezistoja digje ditën i tham, jo për eko, për doktora, për gjana ku doni me kontrolu, me bon, gjithë vizitat, boni analizat, i bon në krah dikun i vaksin, edhe filloj të usha aty, e mora prape pushova, unë me ta, nuk më shoh të fëmija, se fëmija i kap nanë e vetë. Kur shkojmë mas një 2-3 orësh edhe pak mas i kaloj kjo gjelpana, fillun të na usil këta prapë. Më thojza forca gjithmonë, se forca rendi nuk kapin bendhun me një qytetar në një shtet ose të huj, nuk ka pa një historinë e botës. Unë gjithë jetën kam lexu shkreta, nuk kam pa në shteta si në huj, pa bon zhurmë, pa bon unë shërë medikant. Por ajo që unë kisha të pyesja Elona, në gjithë situatë që ti kishe ikur me djalin të kishte marrë shërbimi social, burri juaj nuk reagoi, nuk të kërkoi, domethënë çfarë po ndodh? E lanë më i shoqe, e lanë kë komuna, nuk e lanë me ardhë, i thonë kjo ka përshku vetëm ti dorishën në shtëpi. Masim heqën fëmin mu atje, unë nuk gjova me i bon ekon e kokës, ato gjithë gjonat e tjera, po ekon e kokës për mu nuk është e rregullt, nuk është e lishme. Edhe këta e panca aty nuk në gjova me ja bo, më futën këta njerëzit me zorë, edhe më tërhoqën për krahësh, më kanë më shtet për muri, mu femër, e huj pa kërkan këta që s'kam emër për to. Jam pa emër, se më vjen të shqisë se është e ullët, është umiliuse për mu, me ka burat e huj, me më shtet, me më dheq minë për dore me zorë. Si jam kalë, nuk jam rrugë, nuk kam lavë. Kap me fëmijë për dore, me fëmija filloj të qatë, të bërtit, të lërit, mund futën mi dhoma që si shak. Edhe më lanë, mas pak minuta shtirin burin e thonë, ja kanë heq fëmijën se nuk në gjë me ja boj e kote kokës. Veç që i lafi ishte i vërtit, që unë e them prape për sëris që s'kon me qanë, nuk në gjova me ja bose, nuk është për kalamajt vegjel. Unë sot me më thamë kam frikë vetë me i bose të zona, jo fëmija im 8 muajsh. Por në momenti që shërbimi social ta mori djalin, 8 muajsh ishte djalin atë ko? 8 muajsh më i përgjinim ka pia ditë si kur e ndjen të fëmija, ka pi gjithë natën, atë natë si mlante ato shpijat mu ma ta gram, ka pi gjithë natën gjithë, si shtuket e ka ndjes, janë të usilë për në i shërë, për në i gjohë me marëse. Për shef s'kishin ardhë ato se me qanë vishin, thoshin, hajde zojnë se do qenë ne një suita, një vend bukura, një vend ku i e mbrojtura, si tanë Shqipet, si një shqiponjë do tjetë mbrojtur, nuk do tjetë. Kur ti u ktheve në shtëpi, unë dua të di, realisht, si reagoi burri juaj, se bëhet fjalë që shërbimi social shtetëror në Itali, në vendi ku jetoni, ju mori djalin 8 muajsh, dhe ti burrin e ke shtetë as italian, besoj që ai ka shkuar të kërkojë një përgjigje pse u mor fëmia në këtë lloj forme. Ja llafet, ti them llafet se çfarë ide shkirte burri. Thoshte ti duhet t'i ngjosh ato, më fal moj, unë i them po si më unë me kalamon duhet t'i ngjoj ato, unë duhet ngjoj fëmijën e im që e kam bëu me ngjumë vend huj. Unë i kam ngjoj radhë 2-3 për disa gjana për shembull, po unë s'mund të ngjoj ato në vend fëmijës ato, prandaj ma kanë marrë fëmijën mu, me fëmijën e të ngjoj ato, tash unë vërtet unë si thon kam kap me 31 tetor dirim më shpesh, po unë kam Shqipërinë, kam Shqipërinë që më drejton edhe me udhëzon. Jo këta. Elona, nuk po më kupton. E dashur. Urdhra. Kur burri juaj mori vesh që fëmijën e mori shërbimi social dhe nuk do ta kthente më në familje, çdo baba do irritohet dhe do bëhet keq. Po fare hisun ze fare un stopita ngela kështu si e hutume në moment se thash është më ky reagim, hisho zero reagim. Me kuptimin që oj, zot ma turturut fëmina, më turturut gruna, jo, vetëm ti dë ngjosh ata. Unë them të shti, po t'ishe nana jote, po t'ishe babaja jote, unë do të sigurisht se nuk e shka me shkune me vdek pa i ngju. Po të ngjosh ropte, si të vinë këtu gjasme me të bon vu regula e ligje, është boh për mu. Bashkëti juaj nuk ka reaguar fare kur fëmia u mor?
Heq fare. Që Asi lloj reagimi. të lë përshtypjen që ai ka qenë dakord për këtë vendim. Ai që do që ti thonë, këta si do që t'ishin, këta kanë ligjet, kanë rregullat, po thash, po unë fëmia, unë vetë jam shteta se huj avokat, më fut në difezë, më fut në mbrojtje, vetëm kanë marrë shak, kanë dash në mënyrë monetare, derisa rrita një konkluzion të i thanë, po si marrë fut pagu lek me të shah grunë, se për gjatë tjetër jo, as me të marrë fëmin, këto e thoshin, e bim punën, se bim punën, ne dum lekët. Kash. Në thelb, burri jot ishte dakord që fëmia të kthehesh në shtëpi? Se tani po më çudit me gjithë histori që po tregon. Një baba. Po vetë para te jam çuditur për vete, nuk e faj, jam çudit për vete, po them hajt me që janë të huaj dhe mirë për mire për këtë të çuditit. Nuk ka lidhje, Elona, nuk ka lidhje, je shteta si huaj, je shqiptar. Mëmësia dhe atësia është ndjenjë e njëjtë në gjithë botën. Pra, një baba që nuk janë ndjen për fëmijën e vet, më duket shumë e çuditshme kjo gjë. Bakët më që kam thënë kështu, mas e lunë me vërtet, si ka thënë ai me dy fytyra, se knej pash aty në thoshte unë e du fëmijën dhe du fëmijën në shtëpi, kur visha në shtëpi këtu, ta thjeshin vetëm këtë dhe çdo gjë kanë bërë mas shpinës time. Ti vetë kur fole me burrin, ai çfarë të tha? Pra, ai donte që djali të kthehesh në shtëpi të jetonte me ju? Sigurisht në fillim donte, po të shtituja bo gogol ato musëm kanë larë laf pasën të mi shu lafet me burin që ti s'ke për ta pa ma kalamanin tanë. Po këtu më këshnu më i shoqe, të më thëmë trosh ti s'ke ta pa ma, po s'na ngjove ne ti s'ke për ta pa ma fëmin desa të bët fëmija 18 vjeç. E po e kërkove ti ne ta bim me ato drura që majnë si për makinave, që unë s'di ta rej laf mëj. Më duket habi dhe dua të tregoj me sinqert me ty. Ne jemi të dyja së bashku në këtë live, ti po më tregon gjithë historinë dhe mua më duket e habitshme gjithë kjo histori. Nuk ka shans në asnjë vend të botës që shërbimi social të vi të marrë një fëmijë vetëm pse qau se donte të pinte. Kjo nuk ka kuptim. Prandaj po të pyes, ka ndodhur diçka në familjen tënde, qoftë me burrin tuaj? Jo, asë një lloj dhune me burin, të shti se ma ka marri radhë për dore mu e qanë të fëmija. Bjere më këtu, ma ka marri radhë me zorë për dore, qanë të we, po bjere mos e do me qa. Unë e shketa ja lesha pak më dorë. Ja lesha pak se burër, s'ka nerva me maj kalamaj, po nuk i visha re këto gjona kaj shumë, se ta munja me ama e vetë do rigjet ditën me ta, e vetë po mërzita, e vetë po, jo po u trishtova, po mosi me thonë vetë po u knaqe. Aja është burë, nuk ka sikletet e femrës që unë, ua me qau, ua mu trem, ua mu zju nga gjumi. Po e donte fëmijën e vetë? Po në fillim e donte, pastaj veç kur futën këta, të shti gjonat është normale shumë që po futën mes dikush është një nga ta resë, si thush, që me mujtë me zgjedh. Është pak e vështirë. Unë dua të pyes, edhe një herë, ndoshta ka ndodhur diçka mes teje dhe fëmijës që është bërë ky denoncim? Jo, po, në fillim ky ka pa pin pak me thënë drejtën. Pinte ka i radhë, po nuk ka bërë shpia në i gja, po bash rallë mund të ketë pi rallë që ja dhe dy, po nuk më ka bërë në shpi, mrapa si nga kanë marrë. Pra, bashorti juaj ka qenë për të rusi alkoolit? Nuk është alkoolik, me thënë ka pas los në herë bigjoz, po nuk është si bie, independent, nuk ka varësi, se s'po gjesha në Shqip. Por fakti që ai, nuk ka varësi, po ka qenë për të rus, ka konsumuar alkool, pas ka lozur bigjoz. Ka los me pikapi, po s'ka qenë problematik, unë për shta në fillim me ka marrë dhe po kur u futën ata mu bonë, nuk po se bësh për pajna tyre, po bësh për... Dashur Elona, dua të pyes, këquani ju burr problematik? Këquani ju burr problematik? Se ti po më tregon që alkool ka pirë, bigjoz ka luajtur, çfarë probleme të tjera shkërkoje ti? Me kuptimin që nuk i bënte këto gjona çdo ditë, më se kur them unë tash më kanë bërë borx, do me thënë se më kanë marrë fëmijën të fut çdo lloj gjona, për gjona të vogla janë gjona intime, nuk du me i përmend. Ka pirë me kuptimin nuk ka bërë se nuk e kam parë shtëpi që më ka kriju.
Kurse të shti që më kanë marrë fëmin, ty mundohet me qenë problematik, normal, se me bo, dikush du të bojë si me thënë që të më tërheq vëmendjen mu si gru, se unë e shketa kaminën ke i mbirë, e paka shumë e kuptoj. Por atë natë që ndodhi ngjarja dhe ditën tjetër erdhi shërbimi social, burri juaj ka ardhur i deu në shtëpi, ndoshta komshit kanë dëgjuar debate dhe kanë telefonuar? Jo, të betom që jo Elona, prandaj jam stupid vetë. Si i thonë Shqip, jam hutu, do me thënë kam ngellë si e stupid me si e shtangur, e qeta, shtangur. E dashur Elona, në momentin që ndodhi gjithë kjo ngjarje dhe ty të ndan nga djalit 8 muajsh dhe është shumë e rëndë, e gjithë kjo dhe mua më vjen shumë keq për këtë që të ka ndodhur. Ti vazhdon jeton me të njëjtin bashkëshort, jeton me babain e djalit? Po, më i zonjë, me shateja, me thirin vete, e në shkon shefmin, ja thirin fshetas meje, marrin telefon fshetas meje, kur kena qenë ati i thonë, në qëse ti të rego grus, fasha, që në qëse ti i të rego grus të shefmin, ne nuk talim me pa madhe ty. Ka kërsnu faqe, kështu hapur, shkjo gjanë, më kam notës, ja kam të regu dhe babaj tim. Unë kërkoj gjanat, se kam desh me përmend dhe këte si kam regjistru të në kokë, unë kërkoj gjanat e këta ja japin dikuj tjetër si me qanë e privume nga gjithë nga tuto, si thonë nga çdo gjanë. Si me qanë e privume vetë, si nuk kam shpjegim. Por ju vetë shkoni e takoni djalin tek qendra? Burri po, vetë nuk e takoj se s'më nuk ma lejojnë. Pra, vetëm burri shkon e takon, ti nuk shkon e takon. Dëshequr e drejta e takimit me djalin. Fiks e drejta fëmis. Me çfarë motivi? Se një motiv ka që të shequr e drejta e takimit. Moj po, kur, mirë bravo, amano dita se jam ventuj gati të sklerozu jam. Kur ma kanë sjell me taku në fillim, se s'po disha edhe ke takimet, kur ma kanë sjell me taku në fillim, ma kanë kam shedursh, ju kam thënë sa shqiptarve tjere me men se kam tregu gjithë historinë. Ke bryllet, ke kamet, fëmija, kur e kam bo me atë asistentën sociale, i thamë si moj ma bo fëmija, kështu ku a bo, kështu i përgjigje ishte vetëm është kash. Unë aty kam thënë mos ta shof, mos ta afër fëmijës tim, më sa është e rrezikshme, jeni të mvu fëmijën në rrezik, mos e merrshit fëmijën, si jeni zot me moj fëmijët e huaj, se unë se kam bo kot fëmijën me moj burrin e këtyne, e këta të mojnë fëmijën e im, i mbirë. Edhe i thash, si ja bo fëmija, kam kërsit, kam vu durët në tavolinë që aty, edhe nështë ajo duk unë kam bërtit, kur kam pa fëmijën tim që ashtu të gërvisht, thash të më gjetë pikat e dopta këto mu, fëmija është pika dobet e çdo nane, këtë e din tonë dhenet e botës. Dhe çfarë ndodhi më pas? Atëherë aty, ato thonë, kjo ka bo gjasme, nuk e kontrolloj vetën, po s'ka kontroll me fëmijën, me pa fëmijën që ashtu unë se kam për vete, me pas që kërkë llogarit tyne. I thash, ma hishtin që atë ma bishi me 2 femra fëmijën, thash, unë jam nan, nuk e kam bo me majtë tjere, e shto lafe ma normale që i dihen si që ju kam thënë. Jam emocionume me fol, jam plot më Jodeta, më shpreh. Të besoj për këtë pjesë, por nga i takim ishte i pari dhe i vetmi, e takove më pas djalin tënd? Në fillim ma kanë lënë mu për 2 vjet me taku, ka i orën muaj në fillim. Erdhen gjas me tuna i shtukur, vdish baba i burit, me men si janë tuna e pru më shpi, po tuna rej më i përnesh. Për ne tam kam hon rejna si nuk disha me të thanë. Ndoshta ti i quan rejna, gënjeshtra, por këto janë rregullat të shërbimit social shtetëror, jo vetëm në Itali, po në çdo vend. Sigurisht, rregulla janë kur janë të vërteta, jo gënjeshtra se do të bim fëmin edhe fëmin unë se kam të shifet, se me qonë të tregoj, ja të tregoj dhe tjerve. Por të lutem. Se me ma pas për Elona, unë dua të di motivin, pa dyshim që ka një motiv që shërbimi social shtetëror aty në Itali ka marrë vendimin që ta marrë fëmijën ty dhe mbi të gjitha sot ka hequr dhe të drejtat e takimit. Çfarë pretendojnë ata? Pretendoj vetë? Jo ti, çfarë pretendon shërbimi social
ndaj jush? Social me mëqu mu në vend të asaj zonjës që ka i mbirë që nuk bë fëmijë që është e smur, ta them tresh më betin se këta fjalë të doktoraturës janë nuk dalë jashtë literaturës, edhe të shkoj unë në vend të asaj në për doktore në për këta se kush bë fëmijë nuk është i smur, po është shumë në rregull, edhe kush nuk bën fëmijë ka probleme të tjera që unë s'mundin punë si që kanë të tjerët, por çfarë kam vetë me i mbirë, edhe të më shojnë mu në vend zonjës në për doktora. Kjo është, që unë s'ka lidhje të bësh fëmijën edhe pastaj të kesh të tilla probleme siç pretendojnë ata. Pra, Shërbimi Social Shtetëror ka dalë në konkluzionin që nëna e këtij fëmije, për ju Elona, keni probleme dhe kjo është arsyeja që ty të kanë marrë djalin dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Sigurisht. Por sigurisht janë ta shikoj në një kënd vështrim tjetër historinë tuaj. Mirë ju e dashur Elona, mund të keni probleme. Unë uroj të kesh shëndet plot. Por kështu të ka diagnostikuar mjeku aty dhe Shërbimi Social ta ka hequr të drejtën për të arritur djalin. Por babai që është jaftë, ai nuk mund të kujdeset për djalin? Unë e kam bërë që ta mbaj e ta rriz vetë. Sigurisht me babaj, mendimin e babajt, me familjarëve gjithve. Te kam kërkuar unë këtyre, nuk më është as në gjullafi, nuk është as për fëmija, as një lloj gjëje. Unë fillimi kam bërë këtë gjëra që më kanë qenë psikolog, më kanë qenë këto i kanë bërë gjitha me kokë lartë se e di se sigurisht që fitoj film derisa je e aftë me bë fëmijë e aftë për çdo gjë tjetër. I kanë bërë këta edhe nuk më kanë dhënë letrat për t'i lexuar më shoh se çfarë problemi pas kemi ne. Unë e uja, që po të kisha probleme se më kishte sjell babai im këtu që kam ndaj problem. E kam shpreh që nuk jam e rrezikshme, më kanë bërë padrejti, janë gjëra të palishme, këta e kanë marrë vesh gjithë dynjaja, edhe këta më tregojnë mu rregullat, shërbirim, këta e mbajnë më tregojnë me foto, edhe që unë nuk kam pranu, unë du fëmin që që kam bërë me vërtetë, të realizohesh, edhe të hash finto, jo, ta kesh finto me foto, larg qoftë nana fëmin, nuk i tako qështu. E dashur Elona, ti më tregove Elona, ti më tregove pak më parë që Shërbimi Social Shtetëror për 2 vite të la të drejtën e takimit me djalin, 1 orë në muaj. Mund të më flasësh për ato takime që bëre për gjatë 2 viteve? Normal, vetëm me shku me takun, mesha me ushqimi ja përgatisha i mbiri për kaq kohë, ma sillshin e shikoja jo mirë se kish qef ma sot nesër ma të prit me hy fëmija im në familje, prit sot e prit nesër që i radhe kam gënjytu i thanë fëmis, ha me mamë se erdhe dhe pak, ha me mamë se mbarum, se tu thanë qa janë këto gjana me shoqe, qa janë këto regula kështu nana për fëmis takon fëmin më orare dhe e pi me pikatore fëmin e vetë. Me vërtet fëmia është ngushëllim për nanën gjithsesi, është i lagji nanës, po më kanë kërkuar me qira muhabetin fal se nuk du të ti theksoj për ty Odeta, më kanë kërkuar që ti lashe në vend fëmis mëj. Po kjo është se kuptimin që ti tërbohesh pa fëmin e shmenesh, po është normale. E dashur Elona, për gjatë asaj kohe që ti e takoje djalin, vije me burrin tënd? Po, të dy, radhë me e boshin të dyve bashkë, radhë me e boshin 1 orë njani, 1 orë tjetri. Diktaturë kreme. Çfarë ndodhi më pas? Pse u ndërpren këto takimet me djalin? Ndërprejnë se në sillshin ca femra në falë, se po them si mas logjikës time që kuptoj gjithë shka, kuptoj tuto, si shka mbojnë birë, kuptoj gjithë shka. Në sillshin ca femra që s'kishin kalamajt, to normalisht nuk do flishin mirë për t'hujt, se janë ato shtëpisë që nuk surpërtoj njëri që të ketë fëmija, të ketë lumturia, ku ta djune shketa. Pojme atje pastaj se shkishin vendosën një shkruj letra, se po hynë shkojnë të mshu aty në tribunale të jashtë nga ora 9 nuk më fusin mëjna deri në 2 drekës, më kanë marrë fëmin, më ja kanë dhënë tjetrës fëmin vendin e nanës, ja kanë dhënë një që s'ba kalamajt, është normal. Të shi unë si vitin qëti të pas fëmin më rrezik, se unë e rrezikshme, ai që ba fëmin, nuk është i rrezikshme më i Odeta se ba fëmin. Sot fëmija jotë është birësuar djali?
Nuk është birsu hala veç që është në botë tanë gjonët pa hedh firma vetë, pa hedh firma, ndoshta burri ka hedh fsheta, se prandaj se mu nuk them do të me gënjy pa e di që ka hedh në i firmë në i gjokun, po pa firma të nanës është e palishme shkjo gjo. Pa marë firma, pa marë pëlqimin, pa marë asë lloj gjoje. Edhe them unë të është i birsu pa firma, pa ligje, to edhe më tregën ligje mu, edhe bën gjone pa ligjshme, kjo s'ka sens, nuk ka kuptim. Nga informacionet që ju keni, çfarë dini, ku jeton djali juaj? Ai me qatë si s'ka, o zot, me qatë si s'ka kalamaj, se s'shkot as për shif, edhe as për halli zonën e. Me qaten e mi tjetë nuk janë as familje, nuk janë as martu, me më shkataru më jo deta a i rjadi që me rajnë, me më shkatru babën, nanën, fmin, nuk tisha të them, është i kalamaj vogël i papajshëm, fmija gjithë se kujt. Sa vjeç është djali sot? Kim 31 tetor, më ban 6 vjeç. 6 vjeç. Sa kohë u boj që nuk e ke takuar? U bo 2 vjetë e gjysë, unë kam shku dhe fshetas burit mrapa, se po më hapin derën, se s'ka bova ki, se ama jam unë. Më futën mrena me zërë, kur shoh fmina jo, mori fmin, faq që meja ku më futën mrena edhe hiku, se disha datën e takimit ja kisha lexu burit, të i kontrollu telefonin. Se kur e ka, se është e pas suportushme, më ti ke kalamaj vetë, gjithë kusha nanë më kupton, pas taj tjerët, son s'po be dhe viktimen, se nuk e kam bo viktimen as i radhë, po është tortur për mu. Dhe jam e sigur që të ka marrë malli shumë. Zot nuk e ke ide. Qa malli më i usosa, u përvlova më duket si kur fmija sot nesër, sa radhë ka qamë kanë bo me ngju fmi tjerë, tu qa rrugve, knejshë, ti ngjosha unë edhe pastaj të tërbohesha se s'kisha qa mi bo fmis. Natën deri në ditë unë e zgjut këto në shtëpi, ngjosha fmi të lagjës, fmi të pallatit, qatë të fmija huj, gjithë natën, jo gjithë natën, pak e thosha, ma të e thonë nanave tjera, gjas me veç nga kanë gjutu shahë në fmin, më kanë marrë fmin. E thosha mos i leni kalamajt me shahë. E besoj, çdo i qarë që dëgjon e lidh direkt me djalin tënd dhe mallit ka marrë. E dashur Elona, për gjatë tyre 2 viteve që ty të shequr e drejtat e takimit, babai shkon e takon? Po, kam përshtypjen se po, disa radhën, unë e kam kap dikun me i shku prapë se unë e shty derën, jo me dhunë, po shty derën me i tha një me mërë që është kjo regull kështu. Ne me vërtet kemi, nuk i hiqet fëmia kërkuj regula, kemi regula që vogli. E dashur Elona, e kuptoj, ti e përjeton faktin që të shequr e drejtat e takimit me djalin dhe është shumë e rëndë dhe unë ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt. Por ti nuk je e sigurt, pra burri atë të tregon ty, se ti jeton me babain e djalit akoma, ai të tregon që shkon e takon djalin apo jo? I ka fol babai 100 deri, ka thënë ti po si je bashkëpunëtor me gruan, s'ke të marrë fëmija si herë, se ti nuk mund të jesh bashkëpunëtor edhe me ata edhe me gruan, se kështu bëhen gjonat, në çdo vend botës gruaja s'mund të jetë në një vend huj vetëm, se pastaj as të mëgjen as ma kanë fare rrezik, si po qova ato mesazhet e shkujt me thashëm, ka kap ai paniku, shqyqysh që nuk i ka marrë mish, po do me thënë të shkatruar mish finta, rrezik prap, më them, shtyn dikun e thonë u halë se ashmen prej fëmis, për që ata s'kam shku, s'un kam hyp kërkun, se janë ka 2 ato, të shti vdish plaku këti, ato të hyp përsi për të artu marrë kalamaj ke huja, ke shqiptarja, se me vërtet kalim të fëmija, si mas logjikës të tam. E dashur Elona, realisht, o unë s'po të kuptoj, o kjo marrëdhënia jote, është pak e çuditshme me burrin tënd. Po sepse nuk e faj moja deta nga që është i huj edhe të duke që ashtu, po është një marrëdhënie si me thënë këto, nuk e vrasin mendjen shumë, po mu sham habit mu, është që këto qa nuk bëjnë, edhe unë nga që unë nuk pranoj për vendin e im, me më shu balt me Shqipërinë e shtu gjana, se unë jam patriote, edhe krytë është nuk pranon, si shduke të më pas para mu, unë e kam kuptu të shtivon, nuk pranon asë i gjanë, se i them të artu nga marrë fëmin trosh, të tash këtë për dush, të të bo dhun, të të bo gjithë të gjana, që unë ja të regoj me fakte këti, e them edhe ti nuk reagon, është për të habit me vërtet, po thash, kam del në konkluzionin që më ka mu pare, dhe unë nuk pranoj për vendin e im, se them gjithë ta vite mu, së më ka bo kur gjanë, së më ka thënë njeri,
Për rrugës, ata për njerëzit që kalojnë rrugës, unë nuk kam gjuhë me thënë, ua, kjo e çmendur apo kjo e budallaqe. Jo, Elona, unë dua të pyes marrëdhënien ti si e ke me burrin, domethënë ajo marrëdhënia e ngushtë mes teje dhe atit në këtë moment që djalin ua kanë marrë dhe ti tregon që ai mbrapa kurrizit tim mund të hedhi firmën, mbrapa kurrizit tim mund të bëj këtë gjë. Tani mua më çudit kjo marrëdhënie. Po prandaj them edhe unë që nuk e kuptoj pamar që gruaja këtu nuk ka si lloj drejte. Unë s'po i kuptoj këto ligjet e këtyre se nuk janë ligje të shkruajtura me burnesh, janë ligje të shpikme me gojë. Jo. Prandaj them unë çfarë ligjesh janë. Ligje të shkruara dhe unë të pyeta që çfarë ka ndodhur në familjen tënde sepse më duket e habitshme që shërbimi social të vi të marrë një nënë e fëmijën ta ndaj pas një arsye, por gjithsesi Me lan papi shumë është fëmijën e vogël. Se kush ja jep të pastaj me bibron është diskutimi, shpjegimet do t'i japin ata. Ju e dyshoni që ndoshta denoncimin e ka bërë vetë bashorti juaj? Po ta kam thënë, e ka bërë para zonja këtu, sipër, siç kam thënë unë, këtë përpara kishte ajo ka 3 vajza, edhe si do kanë gjutu qa, kush e di hysha e di qa unë me te, kur e kuptova që e bërja jo, i thash vetëm nuk kam për të lanë gjopat në gjithë televizor, se unë i kam gjohat hapura kështu nuk di me fshe me thënë drejtën, edhe ka hik nga pallati, si kam thënë do të ta nxjerr suratin televizor, po ku ke pati me shku me denoncu një nanë me fëmijë, që unë s'kam hap gojë për asnjë, veç i kam ndihmu nana njerëz, edhe ka hik ajo. Por sot ti e ke pyetur burrin, shkon e takon djalin apo jo? Shkon e takon edhe po se marrova mohabetin, ky ka shku mbas asaj zonjës, edhe ka shku atje ka thënë gruaja, e bën një gjë çuditshme, çfarë gjë çuditshme, ma unë lej gjanat mbi divan, lej gjërat në pjat, lej në rrumuj më shumë në gjan fëmin, to kisha fëmin në dorë. E s'mbinte shumë në mend për shtëpinë, sa do isha koherent edhe me këtë, si më thënë edhe me shtëpinë, edhe me fëmin. Edhe ka thënë atje kur e kanë thirrë me thonë është e vërtet që gruaja e trajton fëmin keq, ky thot unë se kam pa të trajtu keq, pa kam gjuh fëmin të qa, edhe kam pa fëmin me faqet kuqe, po kur qarë fëmija faqet e kuqe i bohen, nuk është se i bohen në ngjyrë tjetër, çdo fëmijë kur qanë s'kuqe të thurat komplet, është si me thonë unë do t'i kem dhënë gjas me nej skjap, fëmis, ndoshta, ky nuk e ka pranu, po që se si ata kanë menu gjithë negativitetet. A shprishur sot raporti mes teje dhe burrit për shkak të kësaj situate të rëndë, apo vazhdon të jetë e njëjta? Pak ma i ftohtë sigurisht. Një raport jo shumë normal si gjithë kopjet e tjera, se normale është familja, pastaj është një kopje në mënyrë shoqërore më shumë se sa një raport, si ta them unë, normalisht çdo kopje me dashuri, çdo gjë intenso, sikur ishte në fillim, se intenso do thotë, është edhe në shqip intenso, do thotë e vazhdueshme shumë gjithë si më thënë. Kurse të shima e ftohtë se kanë ndërhyrë njerëz mes edhe normal për një kur shkon ky darkët tu bo gjëja them tu bo si një që shko tu pa televizor, shko tu pa në ndeshje jashtë kështu, unë kuptoj gjithçka, fëmin ma ka jo zonja them po me përsha familje se këta si kanë problem për vete. Dalin i marrin fëmijët në rrugë që s'kan nanas, babas njeri edhe i qojnë në për familje. Këta vini marrin familje dhe i qesin jashtë. E dashur Elona, çfarë të ka thënë burri? Se ai po e takon djalin, ai ka kontakte me shërbimin social shtetëror aty në Itali. Do kthehet djali në shtëpi një ditë apo është vendosur që jo? Po ta them unë më llafet atyre që s'kan thënë ato, po nuk mendoj që do ma sillin me vërtet fëmin e vdek, sa ato më ka thënë neta me kërkutin e ta sillin vdek fëmin, po unë s'besoj këto gjona, unë se besja besoj asi llaf, se edhe gënjen pak me të drejtën. Po dosha me të një llaf tjetër edhe m'hiku nga mendja. Në fillim më ka tregu që të kërko fëmija du mamen, e ato i thonë mos është të kërku atë zonë, atë që ka aty, edhe këta thirin atë shekati, se edhe atjem tribunali kanë bo gjona të shetas, në veç që thishin nanën, mos me qenë fare unë, pa si reagim, pa bon si dosha, edhe me të marrë fëmin, as me bo si do t'i, as regula, si gjan, unë e shketa jam, më kanë lanë qyqe.
Imagjino mos e shkoj me marr takime, më fal se po të them, edhe këtë ta mbaroj, kam desh ta them dhe në emision, shkoj marr takimet në tallin faqe. Unë shkoj marr takimin, i them, nesër thot ajo, hajde në orën 16 kështu se e kuptoj. Shkoj nesër me gjithë burrin, i thon faqe mirë, nuk ka marrë as lloj takimi, dhe s'ka qenë asnjëri se përgjigjen mas portës, përgjigjen me citofon, me kështu telefon që është aty. Unë këta historitë e kam parë konveç po luj venit se. Dashur Elona, së bashku me bashortin tënd, je drejtuar dyerve të drejtësisë për të përfituar djalin? Po jam drejtuar, nuk më hapin derën, më shojnë derën si me qenë unë ajo që kam me jo men. Si thon ti veç hap. A ke nisur një proces gjyqësor? Unë kam shkuar si lloj, i kam të gjana unë shkujt me unë, po janë gjana që këto i kanë shkuj, nuk disha them, janë si gjana që s'kan lidhje fare me unë, pa u interesu fare këto pra si lloj gjanaje, më kanë qume për këto struktura që thuti ta mbaroj, ku kam drejtësia këto, shkoj aty gjej person, gjej sekretaret edhe thonë, jo, ti është atje në tribunale, shko në tribunale që një vend tjetër, shko pasaj ti që një vend tjetër, po E kuptoj. E dashur Elona, unë e kuptoj që është shumë e vështirë në tokë të huaj, në dhe të huaj, të kërkosh të drejtën tënde dhe mbi të gjitha më vjen shumë keq që të pas ka ndarë nga djali i vetëm, i cili sot është i rritur dhe u bë disa vite që ti nuk arrit dot të kujdesesh për të. Ndodhet në shtëpinë jetimore aty ku jeton. E kuptova nga historia që më tregove ditën e sotme, dashur Elon, që edhe mbështetjen dhe përkrajen e partnerit tënd, këtij shtetas të huaj, ti nuk e paske 100%. Bravo, jo 100%, si do jetë 50/50, si mas meje, se përderisa bën edhe kështu fshetas edhe faqe me mu, faqe tjerëve më shtrëngon, puse gjitha, po i kam thënë unë këto nuk më pëlqen, faqe tjerëve më pëlqen ma shumë fshetas me më bën me po fëmine, me më hap dyrë si që i kam hap vetë, jo me më dyrë suratit, mu që jam e oma, se i bje mos me qanë vetas misha speshk. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq. Për të gjithë ngjarjet që ti denoncove ditën e sotme, unë dua ta mbyll me një mesazh. Besoj që ti e ke një mesazh ditën e sotme. O Zot, ne ju lutem tanë shqiptarve, se nuk du me një gjubapën për momentin, nuk ke nevojë me ju lut njeri, me më nxjerr sa ma shpejt me i mbirë prej knejse. Nuk jam në rrezik, po kanë vu kamet në rast kalbun. Nuk di pastaj ma kanë marrë peshkun, si ka thënë, po së kalojnë do të lumin, o me ngju, o me mbra, që ta më kanë thënë. Asi gjatë tjetër. Se më për fëmijën e di që është fëmia ime, do ta marr mos sot nesër, po nuk di akoma, mos di si ti drejton forcave tona atje që bëjnë me të nda me jetën, me gjysmën time është birim. Ju lutem shumë se nuk po mendoj për president e për këtë gjona që është shpesh birim, por sa me dalë prej nej, unë e kam shumë të nevojshme ndihmat e Shqipërisë, se për këta nuk kam nevojë. Dhe unë të këshilloj, ti drejtohesh ambasadës tonë. Por, po më del shpirti, po më pin gjakun. E dashur Elona, unë të këshilloj, ti drejtohesh ambasadës tonë aty në Rom, gjithje me shpresën për të ndihmuar. E kam bërë edhe në kanë thënë ja u kanë heq drejtora dhe ja u kanë heq mësuesve, ja u kanë heq gjithë kujt, nuk e kuptoj që lunë konsullata. A si lloj ndihme. E dashur Elona, ne do mbetemi në kontakt. Më vjen shumë keq që sot dëgjova këtë histori, dëgjova historinë tënde, historinë e një nëne që është ndarë nga i biri i saj. Forca dhe lufto për të bashkuar sa më shpejt me djalin. Boja. Zot inshallah sa më shpejt bashkë me ju, jo vetëm, se vetëm nuk kishin hadh që shkuar. E dashur të përshëndes dhe të përqafoj. Ime ju përshëndes shumë. Motrën e morën, e grabitën, ja morën prindve, ishin në rrugë, edhe ju ka dalë ai djali me armë, duke i kërcënua dhe ju ka marrë motrën, e kanë dhunua, e kanë trajtuar një mënyrë njerëzore. Unë e kam shkuar dhe të shtëpia, dhe e kam gjetë shumë herë të lamën gjatë, pak para se të lirohej, është fejuar po në atë lagje me një person tjetër, dhe motrën e ka lamë. E kërcënote me jetë vllajën tim, gjithmonë. Nuk detyrua, nuk kishte rrugë tjetër. Gjovalinin e ka vrarë.
Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në veri të Shqipërisë, do sillim historinë e familjes Aliaj, e cila prej vitesh është në gjakmarrje. Do të jetë vajza e kësaj familje, zonja Lula, e cila do rrëfej gjithë historinë e familjes, se si vllai i saj vrau burrin e motrës se ky fundit pas 9 viteve martesë e braktisi, vuajtjet e babait të nënës së saj, vitet që vllai bëri burg dhe sot motra, e cila pas asaj ndarje, pas atij divorci, u kujdes për vitet të tëra për prindrit e saj dhe vendosi të mos martohej kurrë, por të vishte pantallonat dhe të bëhesh djali i shtëpisë. E hap dritare në këto momente për të dëgjuar zonjë Lule dhe historinë e familjes Alia nga veriu i Shqipërisë. Lul, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. E dashur, më ke telefonuar sepse ke një problem që do të denoncosh për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur. Mos gaboj me vllain tuaj, jo me ju. Po në atë kohë vllai im po vunte një dënim në burgun e Shënkollit Lezhë. Si quhet vllai? Gëzim Aliaj. Gëzim Aliaj. Po, Sa vjeç është vllai? 55. 55 vjeç. Nga jeni me origjinë dashur? Nga rrethi i Shkodrës. Nga Shkodra. Po, vllai juaj në burg për çfarë ishte dënuar? Për një për vrasje. Për vrasje. Ngjarje e rëndë që pas ka ndodhur. Ç'a viti? Në vitin 2012, nëse s'gaboj, se në atë kohë i kishim depozitu pak lek pasi familja u detyrua me ik, nuk ishte kush këto. Dhe kishin hap atje kë burgu një llogari të BKT dhe me atë kartën e kreditit mundshin me ble, mundshin me bash shpenzimet që kishin nevojë. E dashur Lul, më lejon të pyes, se ndoshta mund ta njoh historinë. Gëzimi në vitin 2010 ka kryer një vrasje. Po. Ka vrarë ndonjë fëmijë, për kë bëhet fjalë? Ka kanë një ngjarje, një histori shumë e gjatë, shumë e dhimbshme dhe ndërlikume, por një që ka pas marrë motrën teme, e kanë keqpërdore, e kanë dhunue, ka kanë një histori shumë e keqe. Po flet për dhëndrin e familjes, që kish trajtuar motrën tuaj. Po, e kishin marrë ma shumë, e kishin marrë si për ta përdorur, si me thanë, sepse ai djali kishte vrarë një djalë, jo krejt afër po të fisit tonë, kishte vrarë dhe motrën e kishte marrë si pretekst për me pajtu gjaqet. Do të thënë jo se ishte martuar me motrën tuaj se e dashuronte. Jo se e donte, e ashtu e deformoshin gjatë kohës, po jo se a kanë e vërteta, sepse ai pak para se të lirohej, është feju po në atë lagje me një person tjetër, dhe motrën e ka lanë. Sa vite qëndroi motra juaj me atë person? Në vite ka jetua te ata, ai ishte të vuj dënimin për vrasjen që kite bën, por ka nejt e rrobat e tij, të baba, të nana, të vllai që kanë keqpërdor, e kanë dhunua, e kanë trajtuar një mënyrë njerëzore për sa kohë, edhe to majt me kërcënime që nëse ik, ta bjem kokën e vllajt. Kjo që nga e tmerrshme, më vika shumë keq, por si ishte e njohur motra juaj? Domethënë si u martua motra juaj me këtë person që ishte në burg? Motrën e morën, e grabitën, jo morën prindve, ishin në rrugë. Edhe ju ka dalë ai djali me armë, duke i kërcënuar dhe ju ka marrë motrën. E në atë kohë motra ime ishte 14 vjeç në mars, e ka marrë në shtator dhe në mars bante 15. Do me thënë, ajo ka qenë 14 vjeç kur është rrëmbyer, bëhet fjalë për kë familje, me çfarë mbiemri? Buçinaj. Po këta ku jetonin në atë kohë? Ishin afër, i kishim shumë afër, po thoj se po i shi krejt ishim.
E dashur Lul, ju keni qenë në gjak me familjen Buçinaj? Po, ishim në gjak dhe konflikte shumë të rana, herë pas hershme, pasi vllajnë dolën e rahen edhe e lanë për vdekje. Bilez ata kanë menuar se e kanë lanë vdekun. Të lutem, ma shpjegoj që ta kuptoj. Ju me familjen Buçinaj keni qenë në gjak përpara shumë vitesh. Po. Çfarë kishte ndodhur mes fisit Buçinaj dhe fisit Aliaj, familjes tuaj? Ai djali prej Buçinajve ka vrarë një djalë të fisit ton. Po. Në muajin prill. Dhe të kujt viti? Gjatë kësaj kohë ka në narati ky djali. Kurse në shtator, me 2 shtator ju ka dalë robet sikur flitej, dikush i ka sugjeruar që nëse merri vajzë të fisit tynet nuk kanë si mi u vra. Mundi me pajtu gjaqet. Dhe ka marrë motrën të me pretekst ai tu menua që po pajtohen. Se që nga shumë e rëndë kjo që pas ka ndodhur në familjen tuaj dhe mua më vjen sinqerisht keq edhe për historinë e motrës tuaj, por edhe për të vllajt që do ma tregosh pas pak. Pasi ndodhi kjo ngjarje e rëndë përpara shumë viteve që djali i familjes Buçinaj, si quhet personi? Gjovalin Buçinaj, i cili kreu një krim në familjen tuaj, ai pas disa jave rrëmbeu motrën tuaj që mos të hynin në gjak. Po. Por si ndodhi rrëmbimi? Robt prindërit e mi ishin dukar prej bjeshkve që kishin dalë me baktin bjeshk. Po. Dhe ju ka dalë përpara, kanë kënë baba jem që nuk jeton sot, edhe nana, 2 motra dhe një vajzë motrës 5 vjeçe, dhe ju ka dalë përpara më armë, tu i kërcenuaj, ka thonë unë nuk këtë e marrë i soj, por nëse ju nuk e leni me dëshirë, ju vrasë dhe e marrë i soj, nuk kthehen pa ta. E ka marrë motrën, e ka shku të shtëpia dhe motrën me kërcënimet dhe me fjalët e tyne, e kanë bërë që edhe nëse të pyet dikush, ka marrë me dëshirë, kemi ju thonë. Dhe kjo kështu ka nejtë gjithmonë e kërcenume, gjithmonë e friksume prej tyne, gjithmonë e kanë torturuar në mënyrë njerëzore, nuk ose ka jetu aty se ka dashur ajo, ose se ka dashur ata, e kanë vetëm se e kanë përdorur. Por në atë moment, nëna dhe baba juaj nuk denoncua në polici? Po, jam vetë që kam bërë denoncimin, edhe kam shkua dhe më kam thonë që vajza ka dasht vetë, po leni këtë punë, atë e kena marrë që ka bërë vrasin, por jo se ka grabit se vajza ka dasht vetë. Thash, po cila vajzë ka dasht vetë, ajo është fëmijë, ajo nuk e din se çka do sot, po ata e kanë marrë, thash e kanë marrë me forcë. Leni këtë po shkon shtëpi, sa polici. Dhe kështu u mbyll ngjarja. Po, nuk u interesua dikush, na u kundërvon krejt fisi, na u kundërvon fisi ku ishte vra djali i fisit ton, se menoshin që na u bë me miq me dëshirë me ata. Ju patët ju një kalvar vujtje që nuk e di sa kohë duhet me thonë, ose si me ta thonë ma qartë me rrëfye këtë vujtje që kena përjetua qysh atëherë. Përpos që u rrëmbye vajza e shtëpisë, motra juaj 14 vjeçe në atë kohë, ju hyt në konflikt dhe me familjarët sepse ata menduan që ju falët gjakun dhe bët këtë misi, këtë martesë. Po, krejt na kundërvun ne. Por motra jetonte aty afër, ishit fqinj me familjen Buçinaj. Ka nej 9 vite parë të shtëpia e prindërve. Mas 9 vite shpjedhoja i djali me dalë me leje si kur e kuptoh gabimin, edhe i kishin fol ati, kojshia ati që po ta keq përdorin gruna, ke marrë për grua, po ta keq përdorin, po ta ra baba yt, i kishin thënë. Edhe ky djali sot e kite marrë motrën teme, e kite thonë kallëzo, atë ka torturu, atë ka ra baba jeme, kjo kite thonë jo dhe prej friket, po dhe se s'ka dash një fut ma në konflikt. Sa i rrinë të 5 dit me leje, i kite prapë në burg. Sepse a ju u dënua për vrasjen që kreu. Edhe e ka pru të vetë, rikë të në hot, malësis male, e ka pru të vetë. Edhe ka thonë burrit tem, a mund është me ma majtë se janë të ma keq përdorë, atje janë të
torturua, e ma e derë si dalon, se kite me pak kohë me u lirua prej burgut. E dashur Lul, por gjatë kohës që motra juaj jetoi ato 9 vite tek familja e Buçinajt, gjithnjë me pretendimin se ai e mori për grua, por fatkeqësisht pasi doli nga burgu e la motrën tuaj. Po këto 9 vite ju shkëmbeshit në rrugë me motrën, nuk kishit fare kontakte? Vetë kam shkuar, kam taku edhe në mal, po më shehta njerëzve, se na ishin ku në rusi, kur jena ba miq me dëshirë. E kuptoj, por kur ti e takove motrën në mal, sa i e kishte streguar motrën tënde në mal, çfarë të tha motra? Motra ishte e friksume, nuk mundte me thënë vërtetën e shpirtit që kite, po unë i di shumë krejt vërtetat e saja, se mi ka thënë krejt, po ata e kanë majt një ashtu. Unë e kam shkua dhe të shtëpia dhe e kam gjetë shumë herë të lamë në gjak, e kam gjetë me sheja dhunet, po të forta, të zeza, pjesë të trupit. Por patët mundësi të flisnit me prindrit e djalit që pse ata e dhunonin motrën dhe e keq trajtonin në këto forme? Po me thotë burri, baba i atij djalit, thotë dua me mësua. Si donte ta mësonte, duke e dhunuar? Po kështu ite mentaliteti i tij, se ite një njerë që konsumonte alkool vazhdimisht. Por në momentin që Gjovalini ishte në burg dhe mori vesh keq trajtimin që po i bëni motrës tënde, ai e hoqi nga prindrit? Po, ka pru të vetë, ka jetu të vetë një 3 vjetë. Deri që u lirua ai, kurse para se mu lirua, nuk e di si shkon punë tek ai, nuk e di se si, por se të vërtetat nuk i di, por vetëm kështu thasha theme njerëzish, edhe ai e la. Kur e la, tha, unë kam menua, tha, me ik dikun pa ndresja shtetit, me që ite në gjak, edhe ta kam marrë jetën, ta kam prish jetën bol, nuk du me ta prish ma shumë. I tha motrës tuaj. Po vazhdoje jetën si të munesh, tash e mrapan, më duk si kur ishte i penum, me thonë drejten. Motra juaj... Nuk bani ndoj konflikt ai që priqim, se ishte si person i rrezikshëm, edhe kishim frikë, po nuk bani, duhet me thonë vërtetën. Me që iku ai në fshatin e vetë, atjet nuk vanoj shumë e shpalli fejesen me një vajzë, po thoj se të mosh vetë, ku njerëzit thoshin që me këtë ka kene lidhun qysh në fillim. Po motrën e ka marrë si pretekst pajtimit. Por me fatin e motrës tënde, çfarë ndodhi momentin që ai i tha largohu, vazhdo jetën tënde se unë nuk do të mbaj më prunuse. Çfarë ndodhi me jetën e motrës tënde? Te vetë, ka qëndru te vetë këtu në hot. A ka qëndruar e vetme? Jo, te unë të shtëpia jeme. U rikthyet në shtëpinë tënde, e mbajte ti motrën? Po, ishte te unë 3 vjetë që kishte prunë Gjovalini. E qartë. Dhe këtu najti vazhdohu prapë. Po, e qartë, e kuptova, motrën e mbajtët juve. Ai pasi doli nga burgu, u fejua, vazhdoi jetën, por çfarë ndodhi më pas mes dy fiseve? Atëherë na vazhdojnë në konfliktet me vllain tem, sa delte vllau prej shtëpit dhe delte në qendër, apo në i varrim që nollte në i vdekja aty, ata e kërcenoshin. I kërcenoshin me fjalë ma trona që munën me kenë. Kush e kërcenonte vllain tuaj Gëzimin? Gjovalini me vllain e vet dhe me babën e vet. Por pse ndodhte kjo gjë? Sepse ju, sikur me ndarjen e motrës, gjërat i zbutët dhe i harrua të shkuarën. Ashtu menova, por një ditë një lokal ata kanë kënë të konsumu në i pije me shokët e vetë vllaja, dhe vllai i Gjovalinit, baba i Gjovalinit dhe i kushri i Gjovalinit, se për një person tjetër nuk jena në djenje se kush ka kënë, po kanë kënë 4 persona që kanë tentua me vra vllain teme, kanë lanë pothuaj se të vdekun, ata e kanë menuar që e kanë mytë. E kanë dhunuar, e kanë rrahur dhe kanë menduar që ka vdekur. Po, i kanë pas sybrit, e kanë kërmi deformum, kam marrën me makinë, se edhe ambulancën e fshatit e kanë kthyer mrapan ata, mos me dalë me marrë vllain. Por çfarë ndodhi më pas, kjo ngjarje që nga shumë e rëndë? Ma shumë se po, nuk po jetu e kallëzo krejt bile, se s'po m'vin krejt fjalë si duhet. Edhe kam marrë vetë një makinë, hotë e kena dalë, e kena marrë vllain, e kena nisë në spital, ka kenë shumë gjendje të ranë. Ka kenë me britësyme, ka kenë me nofëllatësyme, me sytë mëllun e zi krejt prej të rahonit.
Edhe atë ditë e ka pështu zoti dhe i burë prej fshatit aty që ka nolla aty afër, ju ka thonë nuk kini me prek makët. Edhe e ka mulua trupin e vllaut të me trupin e vetë, ka thonë nuk e prekni ma. Por kur vllai juaj pasi mbriti në spital, mori ndihmën e shpejt, ka qenë pa ndjenja besoj, e tregoi ngjarjen, e tregoi çfarë kishte ndodhur? E tregoi ngjarjen, kena thirr policin, kena thirr komisariatin e zonës, e kena thirr krejt, por nuk kanë bë asgjë. Nuk na kanë ardhur nim për asgjë. Ka nej vllai jam prej në shtator, prej me 18 shtator dhe deri në shkurt ka nej i mbyllur në shtëpi sikur me kanë ai fajtor. Nga Ka frika? Nana jeme dhe nusja vllaut kanë dalë me ble gjatë kësaj kohet ushimin e që ka pas nevojë shtëpia, edhe ky ka nejë në shtëpi mbyllur. Pra vllai juaj u mbyll në shtëpi nga frika se mos familja Buçinaj mund të merrte hak dhe ta vriste. U ngujua. Do të më hap shërbeta se i vllai vete me prind të moshume, me i grua, me fëmijë të vegjël ishte. Nuk do të me hap problem, gjithmonë nuk ka largua tynet, gjithmonë nuk ka hap rrugë me ikë të keqes, po ja, nuk deshtën ata. Her pas heret ashtu vazhduan, derisa kanë tentuar me vra, kanë marrë armë. Dhe atëre ka pështu vetëm i malli Zot e ka pështua, ka dash Zotin e ka pështu se jena 6 motra me një atë vlla. A e keni vlla të vetëm gëzimin? Ditën që ka nënë ngjarja, është detyrua ky me marrë armë, me vetin kur ka ikë dikon. E dashur Lul, ti po më tregon që vllai juaj nga momenti që ndodhi ky episod që ata e dhunuan dhe ai fal Zotit shpëtoi me përpos gjithë plagëve të mëdha që kishte marrë në trup, ai dilte nga shtëpia me armë sepse kishte gjithnjë frikë nga gjakmarrja. Po. Por fatkeqësisht Shtetin nuk mori masa me paranalokën ngjarja e ashtu detyrua, nuk kishte rrugë tjetër. Dhe ka qenë viti 2012 ku vllai juaj kë ka vrar, kë person ka vrar? Gjovalinin e ka vrar. Ka vrar Gjovalinin, ish burrin e motrës. Po. Por çfarë ndodhi atë ditë dashur Lul, që pasoi me këtë krim kaq të rënd? Atë ditë e ka kërcënuar her pas heret, por atë ditë e ka kërcënuar dhe i ka thonë me zorët e tua ka me të lidhën qafe me çutë të tjetrit, të djalit që kishte vrarë para sa vitesh. Në familjen tuaj? Po, edhe i ka përdor disa fjalë shumë fyese për ne motrave, për nanën, për vajzën e tij që në atë kohë ishte vetëm 9 vjeçe. Ky konflikt i dytë që filloi mes dy familjeve ka qenë shkaku motra më së shumti apo gjakmarrja e vjetër? Muni me thanë se të dyja bashkë se u komplikun gjanat, ata menon se po pajtohen, nëse po merr motrën i vajzë të atij fisit po pajtohen. Ato nuk u bën se na nuk ishim aq afër ose sa me pas marrëveshje me atë palën tjetër. Edhe ma keq ai se ata na fajsun që u bë me miq, tu menos u bë me miq me dëshirë me ta. E dashur Lul, por kur motra juaj u nda nga ky person, çfarë të tregoi ty si motër, me që ti e mbajtje në shtëpi 3 vite, çfarë të tregoi motra? Motrën e kishin kërcënuar gjithmonë që nëse ti tenton me ik ose me bë vetëm një lëvizje mat, është kem për të vajtën në tavë, në tepsi. Pra këto gjëra ti ka deklaruar vetë motra nga goja? Po. Gjana që i kanë faktolle vetë, se më kanë me kanë të shtëpia tyne se vetë kam shkua, pavarësisht se nuk kishim, si me thanë, hymje dalje me ta, vetë kam shkua, se dosha me ditë gjenjen e motrës, se kam shkua dhe kam gjejt shumë herë të rahun, shumë herë të lamën gjak, shumë herë që ka tentu me marrë jetën e vetë, me vra vetën, se s'mund përbalote. Kjo është e tmerrshme, por kur Gjovalini dilte nga burgu që merrte leje dhe vinte në shtëpi, çfarë raporti kishte me motrën tënde? Si burrë grua apo thjesht si një grua që kishte marrë peng nga familja juaj vetëm që të pajtoheshit, pra mos ishit në gjakmarrje? Kishte marrëdhënie burrë grua motra juaj? Unë them se me kalimin e kohës e ka kuptu gabimin dhe për mendimin tim ai ka kanë i penum për çka ka bërë. Përderisa dhe kur u lirua i tha motrës ti munesh, vazhdoje jetën si të munesh, se të ka marrën qafë pëllë. Por ti vetë si motra,
Pate kontakte me Gjovalinin kur ai doli nga burgu? Nuk e di që me thanë, unë di me thanë vetëm që gjithë që është kanë një përpelemi tynet, gjithë shka kanë e qëllimshme. E qartë. Sa vërtetën s'muni me ja gjithë, pse kanë kalu ka shumë vite, adin, por vetë menoj të gjithë që kanë pas paramenume, planifikume, vetë ata si shpi, që shkojnë punë ata kanë menu gjithmonë vetëm për vete, nuk kanë menu se janë të shkatroj jetën i një fëmijë, ajo është vetëm i fëmijë, 14 vjeçë për 15 fëmijë. E qartë, por kur doli nga dera e asaj shtëpie ishte e rritur pas 9 viteve. Ka qenë 14 vjeçë kur ka vajtur në atë shtëpi dhe qëndroi 9 vite. Por motra juaj kur u nda, le të themi u lumturua, që u largua nga i ferr apo kërkonte që të vazhdonte këtë lloj martese? Për ta ishte një linje e dytë. Një lindje e dytë. Ajo sa kanë një ditë në jetën e vetë nuk ka kanë e lumtur. Por sot që është 44 vjeç, ka krijuar familjen e saj, është mirë të paktën? Jo, 42 është. 42. Pasi në ngjarja, familja eme ka ikë jashtë shtetit e kanë kërkuar azil se janë detyruar me ikë. Po motra sot ku ndodhet? Jashtë shtetit. Është jashtë shtetit. Dhe ju ka dediku jetën prindëve, ka ne me prindërit. Nuk është. Baba më ka ndrojet 5 muaj më parë, ajo ka ne ju ka shërbyer atynet. Nuk u martua kur motra? Jo, pasi ja kushtov jetën prindëve, se atja shumë vështirë me jetu aty prindrit tanë në mosh pa di kanë afër. Çfarë fati, sinqerisht më vika shumë keq për jetën e motrës tuaj që është shkatëruar në të lloj forme dhe nuk ka qenë asnjëherë e lumtur. Ashtu është. E dashur Lul, do ndalemi tani tek ngjarja atë ditë që vllai juaj me armë ka gjuajtur mbi Gjovalinin, mbi ish burrin e motrës, le ta quajmë kështu burri motrës, për ata nuk bën kur celebrime. U celebruan, bën celebrime në atë kohë? Ndoshta në gjendje civile, pasi ai baba i atij djalit i ka pas rrit moshën motrës për me vaj kështu. Martesën. Po pra, në gjendjen civile, po. E kuptoj. Vllai juaj, le të themi, me armë kreu një krim dhe i kushtoi shtrenjtë. Çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë ma që ka krye këtë akt, e ka thirrë vetë policinë dhe i ka thënë kur ju thirra me më pështua nuk keni dalë, sot delni merrni se jam detyruar ka bani këtë krim, delni merrni. I ka prit të shtëpia. Por pse i gjuajti? Çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë tregoi vllai? Për vetë mbrojtje? Që i ka thënë ka me ta pru kryt e djalit në pijat. Por më jek denoncimin e babës, sepse vllau kite denoncua vllain e tij dhe babën e tij për pa kohë më parë që kishin lanë për s'dekunit. E qartë. Dhe thot ma tërheq denoncimin që më ke ba për babën ose ta bje kryt e djalit në pijat. Ky ka qenë momenti që çdo ditë ose çdo diel ma saksën e për diela u shishin atje kur ikshin në kishën qende fshatit, i thote e kërcënote me jetë vllain tëm gjithmonë. Ngjarja ndodhi në vitin 2012, por në çfarë vendi? Në fshatin Vukël të Malësisë Madhe. Aty ndodhi vrasja. Më pas vllai juaj u vedorzua në polici. Ka dalë policia dhe ka marrë vllain dhe familja krejt, nana, baba, motra, nusja me fëmin, kanë ikë prej aty, kanë jetuar në për njerëz ishte ku kanë mujt për ja pak kohë derisa kanë mujt me ikja shtetit. Vllai juaj përfundoi në burg. Ai iku në burg në Shënkoll Lezhë. Me sa vite u dënua gëzimi për këtë krim? Krim të rëndë? 15 vite 4 muaj me gjykim shkurtum. 15 vite 4 muaj. Sot është i lirë? Sot po, ka dalë para 5 muajsh.
përpara 5 muajve ka dalë nga burgu, por në ato 15 vite që ai ka qenë izoluar, ka kryer krimin, ti ke qenë vetmja, le të themi që ke shkuar e ke vizituar dhe e kujdesur për ta. Po. Por çfarë ndodhi brenda burgut, sepse bëhet fjalë tashmë për një shumë parash që i kanë humbur vllajt tuaj. Po, i nisën robën që bon atje, ja nisën pak lek, edhe baktinë që patën këtu i patën shit. Edhe të mos i mungojnë gjanat elementaret, po aktën atje kishin hap një numër llogarie të BKT dhe mundshin me bash penzimet e nevojshme. E dashur Lula, pra brenda burgut ka patur bankomat ku të burgosurit, nëse kishin një kartë që avinte në dispozicion familja, mund të trishnin para dhe të shpenzonin për gjërat e tyre që ju duhesh. Po. Këtë gjë ja avut edhe ju vllajt në dispozicion. Po, i kaloshim lekët, unë ja kam kalua prej të BKT në Koplik, edhe kita shumë parash për me ble qaj mungonte, se edhe unë shkoshim me vizitu dhe i qoshim qa mundshim. I qartë, ju i kaluat për çfarë shumë e bëhet fjalë? 7.300.000 është, ase 300.000 janë ngrinë llogarit tina kur e ka hetuar këtë gjatë, është ngri si karta, jo? Pra, bëhet fjalë për 7.300.000 është. Po, bëhet fjalë për 7 milion lekë të vjetra. Po. Por si e kuptuat, domethënë që këto para ishin vjedhur, qa zbuluat, ma shpjego këtë situatë. Pra, ju i kishte hedhur vllajt. Ndoshta me 18 i kam këtu, por ka shku ka ble edhe e ka pasa shumë i ka metën llogarit tina. Po, ka kontrolluar. Dhe ka pa diferencë të madhe. Që bësh fjalë. Ka thënë aty shitit, po çka është kjo punë kështu? Bësh edhe ai ka thënë jo, këtu janë rregull për këtu të po kështu se çka është bë. Atëherë kena thirr avokatin që kishim. Po. Edhe janë marrë me këtë punë edhe mëna 2-3 ditë diferencë ka një krejt shumë e madhe prej llogarisë time. Po në bank shkuat u interesuat një statement të trishnit nga banka për të kuptuar lëvizjet e fundit në llogarinë e vllajt? Po, e kam këtë dokumentin që e ka pas marrë këtë që e ndohë avokati, por masi për ju kohet e kanë pezullua si s'kan mujt me zbuluat personin, pasi por, jo, se kjo është një skandal. E kanë pa një person me kapele, tu i tërhjek lekt, por nuk mundën me ditë se kush është ai. Dhe më ka thënë avokati, ndoshta me anën e gishtave, nëse ai ban një krim tjetër, ase po një diçka kundra ligjve, mundën me zbulua, por për momentin e kanë pezullua si çështje. Pra, u zbulua, le të themi, se ju morët një avokat, ju bët një denoncim, nisi të hetoj, por u zbulua edhe nga banka lëvizjet e fundit të llogarisë. E dashur Lula, personi që kishte trequr lekët në llogarinë e vllajt tuaj, Edmondit, ishin trequr brenda burgut apo jashtë burgut? Jashtë burgut, më duket sikur janë tërheqën në Shkodër, ose 2 herë të në Shkodër, nuk jam e sigurt, por jo jashtë burgut, dikun tjetër. Pra jashtë burgut, në qytetin e Shkodrës, një person i cili besoj u ka thënë dhe avokati me karta falso ka arritur të hynë në një bankomat dhe të hynë në numrin e llogarisë të vllajt tuaj dhe të treqi shumën prej 7 milion lekë. Po, nuk e di se si ka arrit me jashtu, por avokatista e frikshme. BKT-n. Po? Por i ka vazhduar për i periudhë kohet me atë çështje, mbrapa ka thënë ka pezulluar prokuroria pasi nuk e njohin njërin personin që i ka marrë. Sepse nëpërmjet kamerave të sigurisë që ndodhen në bankomat, personi ka qenë le të themi me kapele dhe nuk duket imazhi i tij. Po, kanë si masku. Dhe kështu i keni humbur përfundimisht ato 7 milion lekë dhe ende nuk keni gjetur një zgjidhje. Jo. E dashur Lula, më tregove që gëzimi i vllai ka 5 muaj që ka lënë qelinë e burgut. Po. Si është gjendja e tij? Mirë me thënë, por se na pati vdek baba gjatë kohës që ai ishte në burg. Ngushëllime, më vjen nga shumë keq. Faleminderit. Dhe doli e gjeti babën vdekun, për varrimi arrit me shkua, por e gjeti vdekun mas 12 vitet që se ka pa hiq.
Besoj që ti ke qenë e vetmja që ke qenë atje tek porta e burgut dhe ke pritur vllajën të dali. Po. Sepse pjesa tjetër e familjes ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë. Po. E dashur Lula, gëzimi është larguar, ka shkuar pranë familjes së tij? Po, është bashko familjes. Si është situata sot? Jetoni ende me frikë apo është mbyllur gjithçka tashmë? Jo, akoma jetojmë me frikë, nuk është e mëllur asnjë gjë. Pas ngjarjes së rënd ku vllai juaj vrau Gjovalinin, djalin e familjes Buçinaj, ju keni patur kontakte me këtë familje, pra keni folur? Jo, nuk kanë pranua, kena qua njerës që me mujtë më marrë veshe, me i lanë gjanat, me vazhdua në qëtësi gjithkush, mos e pas probleme njëla parë me tjetën, por nuk i kanë pranua njerëzit. Që thot nuk e kanë falur gjakun? Jo. Në fakt, në pjesën veriore të Shqipërisë është ky kanuni që nuk duhet të ekzistonte. Është shumë e rëndë. Kështu shkon puna. Kur flasim për gjakmarrje, janë historitë të trishta, të frikshme. Por ju vazhdoni të jetoni me frikë dhe kjo e ka detyruar dhe vllajën tuaj pasi të lërë qelin të largohet nga Shqipëria dhe të kërkojë azil në një vend të BE-s. Po. Por ju vetë Lula që jeni e vetmja e familjes Aliaj që keni ngelur në Shqipëri. Nuk jam e qetë as vetë, por nuk e kem pas mundësi me ikë për vetin, se s'kisha me këtu, por ishte më kanë shku punët edhe mua, nuk e kam pas mundësi me ikë. Edhe ti jeton me frikë, apo si pas kanunit femrat nuk preken me dorë? Sikur pajsojnë edhe mua, sikur pse ka majtë motrën këtu, se nuk e di, bajnë fajtor me fajt e veta, me ta thanë atë sakt. Pra të bëjnë dhe ty fajtore për historinë e motrës ku ka qenë martuar tek ajo familje. Por si pas kanunit, femra nuk preket me dorë, që do të thot ata nuk kanë asgjë me ty. Po si mas kanunit, po besoj, por që ku dio si shkojnë punë, se si kur t'ishin punua si mas drejt, ose t'i kishin pa i fi gabimet e veta, nuk kishin shkua punë deri këto. E dashur Lula, sinqerisht ditën e sotme më shokove me këtë ngjarje që rrëfeve, një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur në familjen tuaj. Mua më vjen shumë keq për gjithë historinë që dëgjova sot, uroj që të bëhet më e mira dhe gjithçka mes dy fiseve, fisit Aliaj dhe fisit Buçinaj, të mbyllet këtu. Vllai juaj ka bërë një krim, por ka kryer dënimin për atë krim, dhe mos vazhdoj më kjo gjakmarrje mes këtyre dy fiseve, sepse është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë, shumë e vështirë, vetëm ai si i përjeton jetën në këtë soi gjendje, ai vetëm e beson. Edhe inshallah nuk e beson kush, se duhet me përjetua me e besua. Me që jemi të dyja në këtë live, unë dua të përçosh një mesazh nëse ti ke diçka për të thënë për familjen Buçinaj, ku me këtë familje që prej vitit 1991-92 ju jeni në gjak dhe shumë vite që jetoni me frikë, shumë vite që ka ndodhur ngjarje të rënda mes dy fiseve që keni humbur njerëz. Ke diçka e dashur Lula për të përcjell këtij fisi? Falja është gjaja ma e shenjtë e njerëzimit, si për ata si për ne, dhe paqja do t'ishte gjaja ma e mirë për çdo kan. Dhe e the shumë bukur. Paqja është gjëja më e rëndësishme për njerëzimin dhe sidomos për dy familjet, për familjen tuaj dhe familjen tjetër, palën tjetër.
E dashur Lula, unë të falenderoj që ishe me mua, të regove dhe ndave këtë histori, përsolle një mesazh shumë domethënës, dhe ta uroj me zemër që të bëhet më e mira për familjen tuaj, por edhe për palën tjetër, për t'i harruar të gjitha. Falenderoj gjithashtu edhe për kohën që ma kushtove mua. Faleminderit Lula dhe të përshëndes nga Tirana. Gjithë mirë, të kalosh mirë. Mirë dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj videos. Sot ndajmë një histori vërtet të dhimbshme mes dy palëve të cilët prej vitesh familja Aliaj dhe familja Vuçinaj kanë qenë në gjakmarrje. Unë uroj dhe shpresoj kjo gjë të harrohet mes dy familjeve, mes dy fiseve. Çfarë ka ndodhur dhe të vazhdojnë jetën përpara. Çdo kush që bën një krim përgjigjet vetëm përpara drejtësisë dhe jo përpara kanunit, ashtu siç ndodh fatkeqësisht në veri në vendin tonë në Shqipëri. Mirë, nëse ju keni një koment, keni një mesazh pozitiv për këtë histori, e mirëpres ta lini poshtë kësaj video. Nëse keni një histori për denoncuar dhe të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Mund të më gjeni dhe në rrjetet sociale dashur miq, aty ku mund të dërgoni mesazhe si në Instagram. Kjo është faqja ime zyrtare në Instagram, Odeta Dume Mandro. Gjithashtu ju mund të më gjeni edhe në rrjetin social TikTok me të njëjtin emër Odeta Dume Mandro, ku unë mundohem që të jem më aktive në TikTok dhe të lexoj të gjitha mesazhet që ju më dërgoni, por mund të më shkruani edhe në Facebook, aty jam çdo ditë online në faqen time Odeta Dume Mandro. Të dashur miq, këtu lart tek fotoja mund të klikoni tek fotoja ime dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku unë çdo ditë, çdo paradite ndaj me ju, hy live dhe ndaj me ju histori njerëzore, denoncime që vijnë nga qytetarë të ndryshëm, jo vetëm shqiptarë brenda Shqipërisë, por tashmë shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga diaspora. Uroj që të bëhet më e mira dhe zëri çdo personazhi që futet në këtë live të dëgjohet. Ju falenderoj dhe mirupafshim.